Kur filluan komunikimet e juaja me zotin Ahmeti? Me zotin Ahmetin jam takuar në gjysmën e dytë të marsit, herën e parë. Jo më herët? Jo. Ma herët ka pas kanale komunikimi. Kush kanë qenë kanalet e komunikimit? Kanali i parë i komunikimit ka qenë zotëri Azir Aliu, që tash do të zgjidhet ministër. Ai ka komuniku pa mos më tregu mu dhe pa mos më informu mu. E mbas takimit nga tregu se ka pas një komunikim. Tash mund të konstatojmë që brenda aleancës për shqiptarët ka pas garë se kush e komunikoi më i parë se më mirë me zotin Ahmeti. Dëgjoni, nuk mund të them. Jo, e dinë nxjerr si konstatim sekondar. Azir Aliu ka qenë njeriu që i pari ka komunikuar realisht me zotri Ahmetin, e pastaj më ka informuar se kështu është i interesuar. Kur ju ka informuar nëse ka qenë? Kjo është dikundi nga fundi i janarit. Dhe a ka hapur rrugën edhe ju aty? Jo, unë s'jam ul. E kam thënë ti komuniko vetëm se unë s'jam i interesuar për bashkëpunim. Dhe pastaj në mars fillot përshpunimi vet. Shihni, mbas javës fundit të shkurtit, tash takimit që më tham prej Vlenit para Bekim Qoku, po pastaj edhe Bilal Kasami dil me kandidaturat tuaja dhe me listat tuaja, atëherë prishte një alarm për mua, një sinjal se nuk është keq edhe të mendohet opsion dikundi të bashkëpunohet me kush që të ketë reforma, të ketë kandidatura të BDI-a, ose të përgatitemi si strukturë për të shku vetë.